Këtë herë nuk keni për t'ja dalë. Çfarë? A mund ta di se kush je ti? Do t'ja dalë, Benji. Kemi Oli. Ha? Ha, erdhe më në fund. Po më prisje? Si e ke këmbën? Ti më nje mirë, nuk do t'isha këtu, po mos ndjesha mirë. Ke drejt, Benji. Pyet ashtu kot. Oli, faleminderit që e mbajte premtimin që ti më bëre. Për pak harrova. Kjo është e jotja. I tregove vlerat e tua në fush. Ti u udhëhoqe skuadrën. E kuptova me njëherë se duhet të jesh ti kapiteni. Faleminderit, mbaje ti. Benji, në të vërtetë unë... Nuk do t'ishte e drejtë që ta mbaja unë. Le të luajmë në finale, kapiten. Arritëm në finale, Mark. Po, si që kishim parashikuar, trajner. Po, në fakt. Ndeshja e fundit me skuadrën e Flajverit e lodhi shumë këmbën tënde. Gjithçka në rregull? Po. Rezultati është 2-2 dhe pak minuta në ndajnë nga mbyllja e ndeshjes. Mark Lenders vrapon drejt portës së Flajnerit. Barazimi është një rezultat që nuk e duroj dot. Nuk mund të mbaroj kështu. Mbrojtja e Flajverit sulmon, por Lenders i kalon pa shumë vështirësi. Dhe shon një gol shumë të bukur, një gjuajtje fuqishme shumë breslënse. Arbitri lajmëron për mbylljen e ndeshjes. Dhe ja ku jemi. Mapeti me këtë gol kalon në finale. Mos kini merak, tani u mësova, trajner. Shumë mirë. Jam i sigurt se do të fitosh kampionatin. Mund vini bast për këtë. Ende nuk di këtë zgjedh dhe ka mundësi që t'ja propozoj këtë udhtim edhe rivalit tënd. Tjetri është Oliver Harton, apo jo? Pikërisht, na duhet vetëm një sulmues i Zoti dhe sigurisht që nuk mund të marrim më shumë se një. Por këtë ndeshje fituam ne. Po sigurisht, por jemi ende në fazën e gjysmëfinales. Nëse do vërtet më bësh përshtypje, fito finalen. Ky na qen nga kushti kryesor për të zgjedhur, ë? Atëherë do të fitoj. Do të fitoj që të bëhem një futbollist profesionist. Shpejto, nuk ke kohë për të çlodhur. Mirë. Po shkoj tu edhe një syll djemve që përstërviten. Mos haro, Mark. Dua që të fitosh ti. Asgjë nuk do të më ndalë.
Trajneri s'pas ka ndryshuar fare, Ç'kemi erdhe më në fund. Më vjen keq që erdha pak me vonesë. Sot në mëngjes erdha. S'ka problem, e rëndësishme është që je këtu. Dola natën fshehurazi. Atëherë, je i bindur? Sigurisht, nuk dua të më mbetet peng. Të kuptoj. E di që kur po vija sot këtu takova Benji Pricein duke ecur nëpër park. Nuk do më vinte fare keq të jepje një mësim të mirë. Me sa shoh as ti nuk pas ke ndryshuar. Do t'jesh portieri kryesor, ndihesh gati? Sigurisht. Mapeti dhe një timi do të ndeshen sot në finalen e kampionatit të futbollit të rinjve. Stadiumi është plot me tifozë të lumtur dhe entuziast. Kemi ardhur këtu për të bërë tifo për një timin apo jo? Po! Oli duket që është në formë të shkëlqyer. Jam i sigurt se do të na nderojë djalë. Çfarë bën ti këtu? Po në punë kush po rri? Kush do t'ja di për punën sot? Kam ardhur të shoh finalen e një timit. Kjo do të jetë ndeshja në të cilën Harton dhe Landers do të lajnë hesapet bashkë. Jam kurios, me si pres ti shoh. Po ua kujtoj djema, po të fitojmë këtë ndeshje, fitojmë botrorin. Djem të reshtuan gati për të filluar lojën. Kush e di nëse trajnerët kanë ndryshuar skemën e lojës në krahasim me ndeshjet paraardhëse. Këtë do ta shohim gjatë ndeshjes. Fitoft më i miri! Element për t'i kushtuar rëndësi është portieri i Mapetit, Eddie Warneri. Kjo e sot mjaft ndeshja e tij e parë. Eddie Warner, kam besim tek ti. Duhet jetë një lojtar me shumë guxim që merr pjesë direkt në një finale. Nëse do të jetë ai fituesi, duhet ketë një arsye. Ja se kush qanka. Loja filloi. Skuadrat janë të përqendruara në këtë moment në mesfush. Oli, forca një tim, jeni kampion të vërtet! Mark Landers kontrollon pozicionit e shokëve të tij. Oliver Harton po i afrohet për t'i mbyllur hapësirat. Tom Beckeri i qëndron nga pas. Eja po të duash. Do ta shohim kush është më i miri, Mark. Në rregull, fillojmë. Eja pra! Oh jo, Oli! E bëri me qëllim. Oliver Harton ka bërë një shmangje të bukur dhe ja pason shokut. Por çfarë? Ndërkohë që ai po ngrihet sërish. Kape! Një hedhje e shkëlqyer e Tom Beckerit. Oli vazhdon përpara, mbrojtja e Mapetit duket e dobët. Harton ndjek aksionin, bën një ndalesë të shkurtër për t'i gjuajtur. Oli, fusha është e jotja! Çfarë? Eddie Warner e ka bllokuar gjuajtjen me sigurinë e një kampioni të vërtet. Ajo pritje ishte e pamundur. Dilni jashtë zonës me një herë. Sa i zoti, shumë mirë. Ky djalë do të arrijë gjithmonë të më habis. Kujdes nga topi. Është rritur në një qendër karateje. Jam shumë i kënaqur nga puna e tij. Dhe mbi të gjitha nga refleksit e tij aq të sakta të kapjes së topave. Ajo që mendoja u verifikua. U bë një ndër portierët më të mirë të vendit brenda pak muajve. Sa më shumë luante futboll, aq më shumë rritej pasioni i tij për të. Talenti i tij ishte i dukshëm, edhe pse ju lutem, Edi ka shumë talent, më besoni. Më lini ta provoj një herë unë me futbollin. Unë ditë i njoh talentet e reja. Ai do të bëhet një portier me famë botërore. Tani mjaft. Edi së shpejti do të zërë vendin tim në biznesin e familjes. Nuk ka më kohë për të shkuar pas një topi pa vlerë. Tani i largohu që këtu. Pas kampionatit, nuk do të mund të luash dot më me ne. Rruga jote është një tjetër. Më vjen keq, Edi. Ka shumë gjëra të tjera që do doja ti mësoja. Je përsëri me ne. Jam i lumtur për këtë. Ju gjithmonë keni besuar tek unë. Nuk e kam harruar fjalët e tua. Do të lej gjithçka. Jam batha. Duhet ta bëja. Ndjej se ardhmja ime është këtu. Është i yti, Mark! Mos
mos shpreso kot. Askush nuk ka mundur të më shënoj gol jashtë zone. Dhe ta siguroj që s'ke përqen ti I pari Lenders. I gjori ti. Parashikojmë një sfidë të vërtet mes dy portierëve. Edi dhe Benji janë vërtet të zot. Provoje përsëri, Mark! Askush nuk më sfidon dot. Gjuajtja ime do t'jetë aq e fuqishme sa do të thyej duart Benji Price. Mund të gjuash sa fort të duash, po nuk e për të bërë gol dot kur nga kjo distancë. Ta marrë mire. Mark, nuk duhet të bësh kështu. Sa çudi. Sot Marku ka diçka që nuk shkon. Ka gjithë këto hapësira të lira, por ky nuk bën gjë tjetër veç se gjuan nga larg. Çfarë po I ndodh kështu? Ka gjithë ndeshjen që Lendersi nuk bashkëpunon me skuadrën, e merr topin dhe e gjuan jashtë zone. Po, e vura re. Mbase po kërkon të bjerë në sy. Dihet që në futboll duhet të vihesh në shërbim të skuadrës. Jemi thuajse në fund të pjesës së parë. Marku provon të gjuaj që jashtë zone. Çfarë gjuajtje? Nuk do të shënosh. Po shkoj unë! Deni Melot përpiqet ta fus brenda, por Benji e bllokon. Ky portier duket se është I pakalueshëm. As këtë herë. Topi po hyn në port. Jepi! Nuk do të hyj. Me një shpejtësi rove, Benji arrin ta largoj topin dhe publiku e vlerëson shumë këtë lëvizje atletike. Goxha pritje, Je Benji! I madh! Arbitri I bie bilbilit për përfundimin e pjesës së parë. Rezultati është barazim. Benji Price I ka pritur të gjithë topat e Mark Lendersit, por dhe Warner ka pasur pritjet e tij spektakolare. Kush e di se cila pakujdesi e këtyre portierëve të zot do të vendos fatin e kësaj ndeshje. Më dëgjoj me kujdes, Deni. Kjo ndeshje është shumë e rëndësishme për mua. Vetëm unë duhet të bëj gol. Nuk më duhet ndihma jote, u shpjegova qartë? Më fal, por unë doja vetëm që... E kuptova. Që në momentin që filloi ndeshja ti ishe I çuditshëm. Çfarë do të thuash? Në këtë lloj sporti mund të fitohet vetëm nëse luan në gjithë skuadra mirë. Ti e di shumë mirë këtë gjë, Mark. Por për kush e di se çfarë arsye, duket se sot e paske harruar këtë gjë. Merresh vetëm me aksionet e tua. Nëse do të tregosh se sa I zoti je, nuk është kjo mënyra e duhur. Ha? Deni. Deni. Është një finale vërtet shumë e bukur. Shiko Pati, këtu është shkruar se Oli dhe Marku kanë shënuar numër të njëjtë golash. Nëse njëri arrin të shënojë më shumë gola se tjetri, do të bëhet futbollist profesionist. Nga sa gola kanë bërë? Janë kaq të zot sa vetëm brenda këtij kampionati kanë shënuar 26 gola për kokë. Pa shiko, janë shumë. Kjo do të thotë se mund të fitojnë kampionatin dhe titullin profesionist. Por atëre duhet të bëjmë tifo akoma më shumë. Forca Oli, trego të gjithëve sa I fort je. Më shumë tifo. Forca ju tim jeni kampion të vërtetë. Oli, sot mund të dalësh I pari në klasifikimin e golshënuesve. Apo do që të fitoj Marku kësaj radhe? Do të më pëlqente të isha I pari I golshënuesve. Por ka diçka që vlen më shumë. Çfarë? Të ndihmoj skuadrën time të fitoj. Të ndihmoj skuadrën e një timit vlen më shumë për mua se një përfitim personal. Oli! Tani mjaft me fjalë. Lojrat fitohen në grup. Dhe ne çfarë do të bëjmë? Do të fitojmë! Forca Dima, duhet të përqendrohemi dhe të shtojmë ndeshjes deri në fund. Forca! Oli, tashmë je ti kapiteni. Kape për dorë skuadrën dhe bëu kampion me ne. Mark, çfarë do të bësh? Më dëgjoj, Deni. Çfarë ka? Ke të drejtë të kërkoj falje. Po gaboj duke luajtur kështu. Fitohet vetëm duke qenë të bashkuar. Ta marrë mira. E ndjej shumë rivalitetin me Olin. Skuadra ime vlen më shumë se gjithçka. Mark, në të vërtetë unë... Forca kapiten, ti futemi punës. Pjesa 2 është duke filluar pas pak. Më dëgjoni, në pjesën e dytë do të rri në mbrojtje.
Nuk më intereson më të shënoj me çdo kusht. Do të vijem në shërbim të skuadrës. Dakor! Tani jam I sigurt se këta djem do ta fitojnë kampionatin. Jepi Deni, është e jotja! Duhet t'ja pasoj topin Markut, duhet ta çon në qendër. Ku mendon se po shkon ti? Di se është momenti I dur, duhet t'ja pasoj Markut, dua që të bëj gol. Për shiko sa të poshtër që janë, papritur po e afrojnë topin drejt portës dhe kjo na duhej. Më në fund Marku po lua në skuadër. Tani rezultati ndryshon. Jepi Mark! Kujdes Benji! Është në pozicion të mirë, mbase shënon. Mos e lejo të shënoj Benji! Quajtja e fuqishme e Lendersit e fluturoi tutje Benji Pricein. E pabesueshme. Portieri ndaloi topin para se të kaloj vijën e portës. Për të ndaluar një gjuajtje të tillë, duhet të jesh një kampion I vërtet. Mjaft me këto pritje. Nuk duhet I presësh më gjuajtjet e vëllait tim. Jepi Mark, tregu ju të gjithë se I një kampion. Jepi, forca, forca. Por ata janë vëllezërit e mi. Dhe është dhe nëna ime. Zdorzohem, herët avon do të bëj gol Benji Price. Forca djema, dua më shumë aksion! Ha! Forca ju tim, jeni kampion të vërtet! Na ndajnë vetëm 5 minuta nga përfundimi I ndeshjes dhe asnjë gol I shënuar ende. Loja po bëhet e ashpër. Është e dukshme lodhja e të dy skuadrave. Jepi, provoje Oli! Po e provoj! Duhet ta ndal. Nëse ai arrin të shënoj tani do të jetë pamundur të barazojnë. Eddie Warner del për t'i mbyllur hapësirën Olit. Ndërhy Deni! Portieri e shtyn, por topi është ende aty. Ta shohim nëse do ta kapësh këtë. Ha! Eddie e gjuan përsëri me një akrobaci. Çfarë pret? Fillo kundër sulmin, Mark! Po! Marku sotron topin dhe përparon. Forca na bën gol! Kote ke, nuk kalon dot! Ja kam mbyllur të gjitha hapësirat, nuk do të kaloj, nuk do të kaloj! Të ndaloj unë! S'ka mundësi, më gënjeu me një finte, nuk e prisja! Këta herë nuk mund të gaboj. Jemi në minutat e fundit të ndeshjes, duhet të shënoj gol. Forca, gjuaje! Këta s'ke për ta kapur Benji Price! Ha! A I shënoj gol! Të martë e mira! Bravo, shënove një gol të bukur! Nuk mund të shkonte ndryshe. Mapet është skuadra kampione. Është e vështirë që një tim të barazoj. Mark Lenders bëri vërtet një gol të bukur, s'kam që të them. Tani duhet shoh nëse Oliver Harton do të gjej forcën të reagojë. Ndeshja nuk ka përfunduar ende. Të provojmë të barazojmë. Loja rifillon, një timi fillon me një herë aksionin. Forca! Vazhdo kështu, jepi Oli! Jemi në momentin e fundit të ndeshjes. Arbitri do t'i bjerë bilbilit. Oli I vetmi që mund të shënoj jeti. Duhet shënoj! Një timi nuk arrin të shënoj, mbeten dhe pak sekonda loj. Ja dolëm ban, fituam. Ma jep tu! Po të isha në vendin tënd, do të prisja edhe pak para se të këndoja fitore, Mark Lenders. Çfarë do bëj ai? Çfarë ka ndërmend bëj? Të gënjen mendja Benji, nuk mund të shënosh nga ajo distancë.
jepi Oli! Nuk do të gaboj! Rezultati u barazua. Oliver Harton e çoi skuadrën e tij në barazim fare pak çaste para përfundimit të ndeshjes. Je më i mirë! Je fantastik, Oli! Po, bëri një gol fantastik. Po, u bë gol. Me kujdes, Mark, dua të fitosh ti. Koha e rregullt mbaroi. Finalja e kampionatit botëror të futbollit të rinjve do të vazhdojë me kohë shtesë. Ta marrë mira, është i gjithë fajim. U gënjeva nga Tomi, mu duk si i fjetur dhe nuk e pashku pa avanconte. Tani, Mark. Po, trajner. Mos u mërzit. Tani ke edhe kohën shtesë. Luani të qetë dhe përpiquni të mos gaboni. Duhet i keni nervat e qeta. Keni ende gjithë ndeshjen para. Është e vërtet, trajner. Kemi ende kohë për të fituar ndeshjen. Urime, bëra një gol të shkëlqyer. E gjitha kjo fal ndërhyrjes tënde të famshme, Benji. Oliver Harton. Mos u gëzo kot, do t'i lajmë hesabet bashkë në kohën shtesë. Mezi po pres Mark Lenders.
është ende me rezultat barazim. Asnjë nga skuadrat nuk ka mundur të shënoj. Mapeti dhe një timi janë të zot, nuk ka dyshim për të, por kjo është një finale dhe duhet kemi një fitues patjetër. Nëse vazhdojmë kështu, do duhet të luajnë në kohën shtesë. Mark Lenders ka marrë topin. Forca, gjuaje! Kape këtë Benji Price! Është duke gjuajtur. Dhe shënon gol! Marku më në fund shënoi duke mundur të pathyeshmin Benji Price-in. Jepi Oli, mos u dorëzo, forca një tim! Edhe pak qaste në ndaj në përfundimi i ndeshjes, Tom Beckeri pozicionohet në qendër. Kjo është mundësia e vetme për një timin. Oli ngrihet në ajër dhe bën një rafishat spektakolare. Eddie Warner e shtyn, topi kalon te Marku. Mos ndoshta një timi nuk ka më shpresa. Tash më ka marrë fund, duhet ta mbaj unë topin. Hapu! Po të isha në vendin tënd, nuk do të këndoja fitore para kohë Mark Lenders. Benji Price pason topin dhe bën të niset sulmuesin. Do t'ja dal. Gjeshka me një quajtje të jashtëzakonshme, Oliver Harton arrin të parazoj. Tani koha po mbaron. Finalja me sa duket do të vazhdoj me kohë shtesë. Bravo, barazove. Do t'i lajmë hesapet në kohën shtesë. Gjithsesi do ta fitojmë ne ndeshjen, Mark. Do luajmë me mishe me shpirt. Keni bërë të gjithë një punë të shkëlqyer. Koha e shtesë do të fillojë pas 10 minutash, dhe me qenë se arritëm deri këtu, është e kohë të luajmë në mbrojtje. Pra luani të gjithë në sulm. Dakord! Një timi po luan fort në këtë ndeshje, por edhe Marku është në formë. Me gjithë zotësin tënde, duhet na ndihmosh ta fitojmë finalen. E kuptove, djalosh? Po, trajner, pas pak minutash do të rifillojmë lojën. Dhe në kohën shtesë, ne do t'i mundim keq. Oliver Harton dhe Mark Lenders po bën një lojë të shkëlqyer. Jam e sigurt se janë të dy talent të lindur, nuk di cilin të marr. Ashtu është. Pas pak do të filloj koha shtesë. Jeni gati për të bërtitur një tim? Po! Dhe kjo sipas jush është e bërtitur? Po! Gati, djema? Po! Djema, dëgjoni këtu, po fillon koha shtesë. Dua impenjimin maksimal nga të gjithë ju. Më fal, Oli, tani je ti kapiteni. Duhet të flasësh ti. Ke të drejtë, Benji. Dua impenjim maksimal. Kush do ta fitoj finalen e kampionatit? Një timi! Forca, Oli, je kampioni ynë! Çfarë ndeshje të dashur shikues? Askush nuk e kishte menduar se do të arrinte me kohë shtesë. Rezultati është 1-1 dhe skuadrat janë gati për të rifilluar lojën. Arbitri kontrollon kronometrin. Do të mund, Mark Lenders. Do të shohim se kush është më i forti, Oli. Forca, një tim fiton për ne! Forca, një tim fiton për ne! Forca, një tim fiton për ne! Forca! Vazhdo të luftosh deri në fund për të marrë fitoren, Oli. Ky është futbolli. Duhet fitosh. Jepi, Mark. Forca, Velaçko, fiton për ne! Duhet të fitosh, Mark! Roftë mapet! Roftë mapet! Roftë mapet! Diqi aksionin, Deni! Po ecën me shpejtësi Deni në mes fush. Kalon lojtarët duke qarë mbrojtjen e një timi. Që kur Marku vendosi të luaj për skuadrën, ndeshja ndryshoi. E kuptoj që egoizmi në lojë nuk është gjë e mirë. Loja në grup është e rëndësishme. Ka Marku gjuan, e priti! Pasi e pësoj një herë, Benji tani lufton plot priti siguri. përsëri. Forca, Bruce, futju punës! Do ta shohësh këtë, Benji!
Jepi Oli, provoj njerë ti! Mbyllja një hapësirën! Një timi po luan me shpejtësi. Oli e kalon skuadrën. Mbyllë 3 këndçin ton! Tomi e gjuan topin dhe ngre në ajër. Në pozicion! Kapiteni një timit është në ajër. Gjuajtje e pa parë në fluturim. Por Eddie Warner e pret me një kërcim të mrekullueshëm. Tifozët janë të egzaltuar, një pritje shumë e bukur e Eddie Warnerit, portierit të Mappetit. Vapa është e padurueshme. Lojtarët duhet jenë të sfilitur tashmë. Por pavarësisht të gjithave askush prej tyre nuk dorëzohet. Loja është e fuqishme. Kjo tregon se sa i lartë është tensioni në fushë. Askush nuk do që të humbas. Kapitenët përballen pa asnjë frikë mes tyre. Duan të jenë protagonistët e kësaj dite. E dinë se mund ta bëjnë dallimin. Talenti i tyre është i padiskutueshëm. Mappeti avancon me Denin. Hedhje e fuqishme nga mes fushori. Pa, Mark, le të shohim se çfarë di të bësh. Do të bëj gol! Nuk do ta lejoj! Të dy kapitenët po tregojnë talentin e tyre. Marku tenton të gjuajë në fluturim. Provo ta kapësh këtë! Benji Price arrinte cepi i portës. Çfarë pritje mrekullueshme! Jam i madh, ja dola mban. Nasun! Brezarter sotron topin. Tom Becker i shmanget me top Markut dhe ja pason Olit më në thellësi. Oli është në një pozicion të shkëlqyer për të shënuar. Është shumë e lehtë. Topi është ende në ajër. Oli provon përsëri. Këtë herë hyn. Kape Edi! Jepi Oli, provoje përsëri! Duhet kesh kujdes! Oli provon përsëri të gjuaj. Portieri është me vonesë. Nuk e kap dot. Është pothuajse gol, jepi! Çfarë? Jo, nuk mund ta besoj. Dhe jemi në fund të kohës së parë shtesë. Përpaksa nuk e bëri. Dhe kjo më duaj. Më dhënë gjithmonë më shumë. Ndeshja bëhet gjithmonë më shumë emocionuese. Një timi dhe Mappeti janë ende në barazim. Me kohën e dy shtesë do të mbyllet takimi. Dy skuadrat janë duke ndruar fushat në këto momente. Do t'ju mundim. Do ta fitojmë ne finalen. Do të bëhemi ne kampionët. Në martë e mira janë të gjithë të lodhur. Duhet të rezistojnë edhe pak. Dhe të shpresojmë se kavilja ime. Forca Benji, do t'ja dalim banke për ta parë. E ke ti në dorë. Në rregull, Oli. Në rregull. Unë do të bëj të pamunduar që të mos shënojnë. Oli, Tom, duhet të jeni të saktë në çdo lëvizje djema. Mos i harxhoni energjitë që ju kanë mbetur vetëm për të bërë lojë të bukur. Ndiqeni lojën në mesfushë dhe qëndroni të bashkuar për të pasuar. Pozicionet jashtë lojës do të jenë problemi i fundit. Çfarë? Dakord, Benji. Do të shënojmë. Mjafton të shënojmë një gol dhe ndeshja do të jetë e jona. Vetëm një herë na kanë mundur këta të Mappetit. Nuk ka për të ndodhur më. Kampionati ka për të qenë i yni me çdo kusht dhe këtë ja u premtoj. Shpresoj që kavilja ime të rezistoj deri në fund. Duhet të jem unë në portë.
Duke parë vendosmërinë e skuadrës tjetër, kjo ndeshje është e vështirë edhe për Olin. Jam e sigurt se do t'ja dal, pikërisht në momente të vështira ai shpërthen. Është një kampion. Jam shumë dakord edhe me ty. Faleminderit. Forca një tim! Po bëjmë tifo për ju, do t'jeni kampion! Forca Djema! Çfarë do të bëjmë? Do të fitojmë! Forca një tim fito për ne! Forca një tim fito për ne! Forca një tim fito për ne! Fillon koha e dytë shtes. Tom Begeri merr topin. Një timi fillon sulmin dhe mbrojtja e Mapetit është pozicionuar mirë në fushë duke mbyllur të gjitha hapësirat. Marku nuk mendohet herë për të gjuajtur për Benji e shtyn me grush. E kapi! Nuk mund të bëj asgjë. Benji Price i bëj pret të gjitha. Duket e pamundur që të dorëzohet ndonjëri. Herë ta vonë do të shënoj. Deni! Ja ku jam! Mapet riniset me Deni Melo. Duke i kaluar të gjithë, ja kalon topin Mark Lendersit. Duhet të forcojmë mbrojtjen. Kthehemi. Jo, do ishte gabim. Më fal, po pse? Sepse kështu na tha Benji përpara ndeshjes. Do rrim të presim derisa të vi momenti i duhur. Ke të drejtë, Oli, Benji e di se çfarë thot. Duhet të kemi shumë besim tek ai, ashtu siç ka edhe ai tek ne. Ta lumt Oli, mos lëviz. Aty rri. Sa çudi. Oli dhe Tomi po rrin pa lëvizur në mesfush. Me sa duket po kursejnë energjitë e fundit që u kanë mbetur, po më shqetësojnë. Ata të dy atje më ngjallin frikë. Mapeti është impresionues, e kërkon golin. Do të fitoj me çdo kusht. Një timi është të rregjur në mbrojtje, përballon çdo gjuajje. Po vi Benji. Nuk do t'ju lë të shënoni. Çfarë të ndodhi Benji? O jo, ju ndryth këmba. Çfarë po ndodh? Ju ndryth këmba? Nuk do më shpëtoj një rast i tillë. Dhe tani kape këtë! Jepi Mark! Mark Lenders provon përsëri. Kape Benji! Je i madh, priti e bukur! Gjuani sa të doni, nuk jeni për të shënuar! Është yti Bruce! Nuk mund të vazhdosh kështu, Benji! Do t'ja dal, Benji. Mos mendoni për mua! Sulmoni dhe bëni gol! Një timi përparon me Bruzarderin i cili po bën një aksion të fuqishëm. Forca Djema, Oli, Tom, e keni ju në dorë tani. Koha është duke mbaruar. Një timi del nga zona e vet dhe ecën përpara. Në rregull, kaq sa pash është e mjaftueshme. Tani mund të largohemi. Mos është më mirë të presim fundin e ndeshjes? Rezultati i kësaj ndeshjeje nuk ka as pak rëndësi për mua. E kuptova se Oli dhe Marku janë dy lojtarë të shkëlqyer. Mos u mbasim shumë kohë. Arbitri kontrollon kronometrin, jemi afër verdiktit final. Oli, lufto deri në fund. Vazhdo kështu, Tom! Tom Begeri çan me topin përpara dhe po i afrohet me rrezik të madh portës. Do të të ndaloj! Do të fitojmë ne! Forca! Oli vrapon për krahati. Çifti i sulmit të një timi tenton sa mundet. Oliver Harton apo Tom Begeri. Kush do të tentoj të gjuaj? Aksion i bukur, Tom! Do të gjuaj Oli. Jo, mbyll hapësirën e portës, Edi!
mund ta shgënjej mikun tim Benji. Duhet bëj patjetër një gol dhe ta fitoj këtë ndeshje. Mori fund. Një gol I shkëlqyer, Oliver Hardon shënoi. Për një timin po afrohet suksesi. E tia për të pata kur dyshime do fitoni me tia. E ti fituam falteje, Oli. Me këtë ndeshje ai ka treguar se është një lojtar I një tjetër niveli. Futbolli është jeta jote, apo jo? Atëherë duhet të bësh ashtu si çdo ti. Ej, Mark! Luajti shumë bukur, Mark! Faleminderit vëllaçko. Jam shumë krenari për ty. Mund mos kesh fituar, po tregove të gjithë njerëzve vlerat e tua. Je një kampion I vërtet, Mark! Faleminderit, mami. Atëherë si thua, arinte se çdo të Benji? Më dhëm pak, por mbahem gjithsesi. Shoku im është më keq nga sa mendova. Si ndihesh, Benji? Për fat të keq, dhimbja është e fortë. Por ama fituam. Thash se nuk do duroja dot deri në fund. E si do t'ja kishim bërë pa ty? Do të kishim humbur ndeshjen, është e thjeshtë apo jo? Të përgëzoj për mënyrën se si luajte, mori pa aft. Po si kështu, trajner? Ishte një ndeshje e paharrueshme. Të dy skuadrat u impenjuan në maksimum. Do të flitet për këtë finale edhe për shumë kohë. Një timi është skuadra kampione. Shumë bukur. Të lumt, Oli, je një kampion. Urime, Oli. E meritove fitore. Ti luan me shpirt, Mark. Oli. Herën e parë që të kam parë. Kur po stërvitesh të bëja rafishatën, kuptova gjithçka. Ti ke lindur për të bërë futbollist. Ke klas. Entuziazmi që ke kur luan futboll është jashtë normales. Tamam kështu. Duke të stërvitur ty dhe shokët e tu, e pash ndryshimin. Jo vetëm kaq. E ndoqa me vëmendje këtë finale. Edhe është e dukshme që askush nuk mund të përballet me ty. Tashmë je një lojtar I kompletuar, Oli. Je gati për hapin e madh. Unë e di që emri yt do të dëgjohet në futbollin botëror, djalë. Ishte një ndeshje e paharrueshme. Të dy skuadrat u impenjuan në maksimum. Do të flitet për këtë finale edhe për shumë kohë. Një timi është skuadra kampione. Kapiteni I saj, Oliver Hardon, merr trofeun në dorë.
Faleminderit, Oli. Je një kampion i vërtet. Je një kampion i veçantë. Fituam! Jemi kampionët djema! Një timi fituam ne! Jemi më të fortët, dëgjuam! Ura për ne! Një ura e madhe! Oli e Benji